Urimet në ditën e 7 marsit nuk mungojnë për të gjithë mësuesit. Në urimin e tyre, politika ka uruar mësuesit në Shqipëri, duke shprehur për ulësi për kontributin e tyre në edukimin e brezave të rinj. Kryeministri Edi Rama, përpos urimit të tij, ka dhënë edhe një lajm për mësuesit, ku ka thënë se synon që të bëjnë pagat e mësuesit 1.000 euro. Të gjithë ata që përfshihen në këtë komunitet njerëzish kaq të rëndësishëm për popullin ton, për vendin ton, hynë jo më nga dyert e pasme të gjithfar lidhjeve, por hynë nga një derë vetme, që është dera e meritokracisë përmes portalit Mësues për Shqipërinë. Paga mesatare 950 euro është një fakt shumë domethënës i fuqizimit të vendit tonë ekonomikisht, por edhe i vullnetit për të fuqizuar mësuesit, për të fuqizuar buxhetet e tyre familjare dhe patjetër që është një pagë shumë dinjitoze. Sigurisht që ambicia jonë është për ta quar pagën mesatare të mësuesve përtej 1.000 eurove pa diskutim. Ministri e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manasirliu uroi të gjithë mësuesit për festën e 7 marsit përmes një postimi në rrjetet sociale me mirënjohje për të gjithë mësuesit që me durim dhe përkushtim mbjellin dhe kultivojnë faren e dijes tek fëmijët tanë. Ju uron gëzuar 7 marsin. Një urim për mësuesit ka ardhur edhe nga kreu i shtetit Bajram Begaj. Kjo ditë festohet në të gjitha shkollat e vendit me aktivitete të shumta në shenjë falënderimi për mësuesit për punën që kryejnë në edukimin e brezit të ri.